Sepse kemi diçka shumë të rëndësishme nga Stormi, dua që t'ju them që Pia Energjike Storm ju sfidon sonte për buxhetin e javës. 6 nga ju duhet të vini me mua tek Storm Arena. Kush janë? Jo, uluni, nuk ju thash kush janë. Më duhen vetëm 6. Më duhet Gerta, Danja, Loredana, Jozi, Aldo dhe Kelly. Hajde! Goca dhe çuna merrni me seriozitet sepse është sfida e buxhetit. Varet për atë që do të keni mundësinë të hani të pini në shtëpi. Okej, atëre siç e shikoni, vajza dhe djem, është një lloj musical chairs. Shikoni ato karriget me rrota, ato janë për zonja dhe zonjushat. Ju lutem uluni, zonja dhe zonjusha. Okej. Tani djemt do duhet të rrinë afër gocave. Jozi te Loredana, Aldo te Gerta, ose si të doni. Okej, Kelly ke Danja. Detyra e djemve është që derisa të them unë, duhet i rretullojnë gocat sa më shpejt dhe sa më fort. Pastaj, kur unë të them nisuni, gocat duhet të nisen drejt kanoqeve të Stormit. Çdo kanaçe ka një përqindje të caktuar të buxhetit. Ka një, të lutem dhe një. Ka një përqindje të caktuar të buxhetit. Ka disa kanaçe që mund të kenë 1, disa mund të kenë 5, disa 10, disa nuk kanë fare. Juve duhet të mblidhni kanoqe sa më shumë dhe natyrisht nga ato që kanë një përqindje më të lartë për buxhetin. Për t'i dalluar Ledion cila ka... Nuk ka formë, kjo është sekreti. Dhe djemt, mbasi të bëjnë rrotullimin, duhet qëndrojnë afër karriges, pra nuk duhet i ndihmojnë vajzat, vetëm vajzat mbledhin kanoqe. Ku ti thua rrotullim, ne duke u rrotullim këtu. Rrotullim po. Rrotullim na bë dhe pastaj në shim. Bravo. Okej, midis Stormit ka. Jeni gati? Po ku do t'i mbledhim? Mund t'ja japim kanaçet çunave? Se ku do t'i vendosim? Po, mund t'i afroni te karrigja edhe të ktheheni brapa. Mos harroni, më dëgjoni me vëmendje që rrotullimin do ta vazhdoni ta bëni shpejt dhe fort derisa t'ju them unë nisuni. Më pas do ju them unë stop kur koha ka mbaruar. Qartë? Do bëj fotografi sot, e kam shumë shkurtër fustani. Te premtoj që Loredanës do ja marr mend kështu. Faleminderit shumë Jozi, te ty i kam shpresat. Pastaj do ikim. Gati? Jo ai shumë. 3, 2, 1, fillon rrotullimi. Stop! Nisuni! Shpejt nisuni në kam, nisuni me vrap! Shko! Ik! Hajde, Limi! Hajde, Jo, du të me sjell tu. Hajde se... Du të me sjell tu, vëtë të të. Okej, hajde se ta mjaftë. Më shpejt, dhe sa sekonda kanë ngelur? 28... Mleo në shpirti. Mleo zëmë. Shpejt. Mos tani. Ole Dion. Bravo, Gjero. Keni edhe 15 sekonda. Bravo. 15 sekondat e fundit. Mleo, mos tani. 2, 1, stop! Çaj ka naçi.
Po si nuk se stop! Lam! Po sepse ke rrotullis shumë fare ti, a jemi ortanka që jemi? Atëre. Po jo më dalë. Urime, Danja më vjen keq. Po gjëra që ndodhin, Gerta bëri pak me hile kur u nis, a je mirë? Po, jam shumë mirë. Okej, super. Vetëm një moment. Atëre, numërojni pak sa buxhet keni marrë. Aldo Kelly, numërojni tani shpejt sa buxhet keni mbledhur. Po ku duken këto? Ku duket kjo? Ku i lexoj? Ti numërojmë apo ti rrotullojmë? Ti numëroj, jo kanë numëroj, nga poshtë, në pjesën e poshtme kanë të shënuar sa buxhet keni. 20 që pas ka marrë. 1%. Pisi që nga 1%. 16. Aldo, 16 kishte Loredana, 20, 30, 35, 36. 36, 20, 52, të dyja ju. Kemi goxha buxhet. Danja, ti sa ke marrë? Unë asgjë, vetëm atë rrëzimin duket. Kemi 5, Ja i. 7-8%. Unë ka marrë vetëm atë rrëzimin. Pse më përgjat më të bashkëleve s'kanë më këto? Nuk kanë fatur të këto lojë. Danja pare 0, Jo, 8. 8%, atëre 52 dhe 8, 60% të buxhetit, jo keq. Bravo. 25. Ju lumt. 20% ka mundet jo. Edhe 8, 27. A pra, a i mblodhe në rregull, jeni të qartë. 27 kam vetëm unë. 47 kishe ti, po pritën, a ndryshon llogaria. Loredana, sa kishe ti? asnjë s'ka Loredana. 1, 2, 3, 8% ka Danja. Po pra, 27 dhe 8 i bie 55. Po, prit sa është edhe kjo. Sa ka Loredana? S'ka gjë. Asnjë s'ka Loredana. Jo, 11. 11. Atëre 66, jo 60%. 66% të buxhetit. Mund të ktheheni në living, ta gëzoni buxhetin me këtë lojë fantastike e cila na rrëzoi zonja dhe zonjusha tona. Mbyllim lidhet me shtëpinë dhe do doja t'ju rikujtoja të mos harroni të bëheni pjesë e Big Giveaway. Shkoni tani në faqen zyrtare të Big Brother VIP në Instagram dhe ndiqni rregullat e lojës për të fituar kështu një apartament by Long Hill, një Jaguar F-Pace nga Auto Basha, një Audi A4 nga Auto së Korea dhe shumë dhurata të tjera. Shkoni tani në Instagramin e Big Brother për më tepër, ka një shkëputje shumë të shkurtër dhe më pas sërish këtu me një surprizë për Gjestin.